Dashuria e babait nuk bëhet zë, bëhet rrugë. Me këtë kam parasysh që nuk është gjithmonë me fjalë apo me këto përqafimet e shpeshta, por është në hapat që ti si baba bën përpara fëmijës tënd. Është në ato sakrificat e heshtura që ti nuk i flet kur. Dashuria e babait nuk flet për veten. Ajo hap shtigje dhe tregon drejtimin. Dhe kur fëmia rritet, përveç zërit, ai ka dhe rrugën që ti e mësove ku do eci. Ridi, mirë se erdhe. Ky është një podcast për baballarët jo perfekt. Ky është një podcast për baballarët e vërtet. Përpara se të filloj me pyetjet, do të lutesha të ndjeheshe i lirë, i çlirët, sepse do jetë një bisedë që nuk ka shumë lidhje me teorinë. Nuk ndajmë teori, por të ndajmë veten tonë. Pyetja e parë është: çfarë do doje të ndryshoje nga mënyra se si shoqëria i shikon sot baballarët? Shoqëria nuk i shikon mendimi im. Baballarët si baballarët, thjesht i shikon si qenie të tjera në një kohë kur i shikon si konkurrent, i shikon si sfidant, i shikon në bazë të statusit që kanë, por jo si baballar. Gjëja e fundit shikojnë është nëse ti je baba apo jo. Mendimi im, po, ky është. A e ndjer ndonjëherë i sfiduar në këtë rol nga djali jot? Për ditë, disa herë në ditë. Sa e bukur. Domethënë në çdo moment që ti je me të birë, e ndjen veten të sfiduar. Për gjithçka, që nga pyetjet që bën, që nga lojrat që do të improvizoj, të cilat ti e kupton që nuk je më i aftë ja kapësh iden se ku e ka, për nevojat që ka, për këshillat që duhet t'i japësh. Dhe sa herë ti jep një këshill, ti nuk e kupton është e duhura apo është e gabuar, sepse ti e jep me instinkt, nuk e jep me manual apo nuk e jep nga subkonscienca jote kur ke qenë ti fëmijë. A mendon se lëmarrjet ngjan ty nga jashtë apo më shumë nga brenda? Lëmarrja nga jashtë, shqyr Zotit më ngjan, se kursyem ca lek për të bërë ADN-n. Nga brenda është ende herët. Është ende herët edhe është më mirë që është ende herët. Domethënë kemi kohë ta verifikojmë. Çfarë frikë ke ti, Redi, për të ardhmen e ti? Për të ardhmen e ti në lidhje me mua, pra kur jam dhe unë pjesë, apo për të ardhmen e ti të pavarur? Të pavarur. Kur ti nuk do mundesh ta drejtosh. Kur ai ja ke shtruar pra këtë rrugën. Dhe ai është i pavarur. Kush është frika jote? Është shumë e komplikuar. Frika ime do ishte që të jetë jashtë rrugës së Zotit. Në kuptimin jo fetar per se, por në kuptimin që të jetë formuar mjaftueshëm sa të kuptoj cilat janë gjërat e mira dhe cilat janë gjëra gabim. Sa do të josh se mund të duken për momentin, sa do mund t'i duken të bukura, apo jo çdo gjë që shkëlqen është florithën. Kështu të jeti aftë ta kuptoj të mirën nga e keqja vet. Kur të vi momenti. Që të doje që lëmarrja të thoshte për ty një ditë, mbas shumë kohësh? Uroj ajo ditë jetë shumë e largët. Do doja thjesht të më kujtonte sot që po flas për lëmarrjen sot gati 5 vjeç, të më kujtoj si shokun e tij të parë. Dhe kjo për mua mjafton. A ka diçka që ti përpiqesh të mos e përsërisësh në mënyrën e rritjes të edukimit të djalit nga ajo që ti ke pasur në fëmijërinë tënde? Jo, fëmijëria ime ka qenë në vitet 80. Midis viteve 80 dhe 90, kështu që është krejt e ndryshme nga fëmijëria e viteve të sotme. Ka ndryshuar gjithçka. Kështu që unë nuk mbaj mend mënyrën, unë e kam ndarë fëmijërinë time nga ajo çfarë lëmari dua që të ketë dhe të shijoj. A do të mos përsërisësh diçka që
le të themi, ne të gjithëve si brez na kanë ndrydhur prindrit, dhe kjo gjë unë nuk dua t'ja pasqyroj djalit tim, pra ndrydhjen. Nëse do kisha vetëm një fjali për Lemarin, cila do ishte ajo? Fjali për ta përshkruar, fjali për t'ja lënë. Çfarë të duash ti? Më thuaj një fjali. Pas tjetë, plot jetë. Edi, një baba nuk ndërton vetëm fëmijërinë, ndërton kujtimet e një jete. Kush do ishte kujtimi yt më i bukur me djalin? Unë uroj që kujtimet të na presin dhe t'i kemi përpara, mos të kthej kokën pas dhe të them këto janë kujtimet e mia me djalin. Pra, uroj që kohët e bukura të jenë ende përpara dhe të jenë plot. Aq sa të mos kujtoj këto 4 vitet, 5 vitet e djalit tim. Ama, për momentin mund të them vetëm ato shikimet me njëri tjetrin, ajo buzëqeshja e Lemarit kur të dy jemi në një sinkron, po të themi për gjën më kur luajmë. Kur të dy jemi në sinkron, buzëqeshja, mënyra si më shikon, që më fikson në sy, ajo është për mua. Atë që të shkrijnë zemrën. Çfarë mendon kur e shikon duke fjetur? Është pak ke fasolet për mua. Kam fasolet. Jo, për shaka. Mendoj që çdo frymarrje e tij është një grimc më shumë rritje dhe një grimc më shumë plakje për mua. Që do të thotë çdo sekondë që kalon nuk kthehet pas marrëdhënien time me Lemarin. Nëse Lemari do shkruaj një libër për ty, si mendon se do e kishte titullin? Varet kur do ta shkruaj. Gjithmonë varet kur do ta shkruaj, se po flasim për një Lemar ende që s'ka bërë 5 vjeç. Dhe unë uroj që ai Lemari 20, 30, 40 vjeç të shkruaj një libër për mua, atëherë dhe të ketë plot për të thënë në lidhje me marrëdhënien tonë. Tani është ende e herë, tani ai mund të shkruaj vetëm shoku im. Shoku im? Po. Okej. Redi, të falenderoj shumë për kohën, edhe të falenderoj që je ti, kaq i vërtet, edhe kaq i pastër dhe sinqerisht uroj më të mirat për ju të dy, një marrëdhënie që, siç e the edhe ti, ju kuptojnë me sy dhe të flasësh me sy është gjëja më e mrekullueshme që mund të arrijë një baba me fëmijën e tij, sidomos kur është djalë. Faleminderit. Faleminderit juve.